Kuvendi i Maqedonisë së Veriut me 69 vota për, asnjë kundër dhe pa abstenime, emëroi 8 ministrat e rinj në kuadër të rikonstruimit të qeverisë. Nga 8 ministrat e rinj, 3 janë nga Lëvizja Vlen. Profesori universitar Jeton Shasivari u emërua ministër i ri i drejtësisë, Argon Ferrati ministër për marrëdhënie mes bashkësive dhe Sedat Sulejmani u emërua ministër i kulturës. Gjatë ditës ata pranuan edhe detyrën nga paraardhësit e tyre. Vlen drejton me gjithsej 6 ministri. Rikonstruimi i qeverisë u propozua nga kryeministri Hristijan Mickovski, pas të cilit pasoi një debat i ashpër në kuvend. Od prvega dен Që nga dita e parë që morën përgjegjësinë, thash se kjo qeveri nuk do të ishte një qeveri rehatie, por një qeveri rezultatesh. Jo vetëm ne, po edhe vetë kryeministri nuk beson në përzgjedhjet e veta. Ai shpesh po i ndron njerëzit të cilët vetë i vendos në krye të pozitave dhe i bie që tashmë pra e kemi këtë pikë të përbashkët që ai gabon. Mendoj se gabimi më i madh do ishte që t'i akuzojmë ministrat të cilët sot edhe kryeministri falenderoj për punën e tyre që kanë bërë. Mendoj se problemi nuk është vetëm figura ose ministri. Rikonstruimi i ekzekutivit në Shkup vjen pas 2 vitesh qeverisje nga kryeministri Hristijan Mickovski.